Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh për të gjithë që keni arë këtu në njekni këtë faqe feja islame të Fatmir Emini. Allah e shpërblet të hoxhën se ka pranu ftesën për në ligjeru, kurse temen e ka zgjedhë hoxha, po tema është si cili shpi do të shijoj vdekjen. Ju kisha lut lezër dhe motra para se hoxha me nis me legjeru 30 minuta sa ka program, mos bani pyetje, mos i ta mbaran ligjeratën, mandej rreth temës mundi me ba pyetje. Hoxha pa u ko, unë ta jep fjallën të fedel, fjallë është për të jetë bëjram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Allahun e adhurojmë, prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. I dërgojmë salavat dhe selam Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes e tij të pastër, shokëve të tij të rima besnik dhe mbi gjithë ata që pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra në Islam. Dunjaja kalimtare, dunjaja është shumë e mirë, po është edhe e rrezikshme. Prandaj secili prej neve duhet ta kujton fjalën e Allahu Gjellëshanuhu, I cili na ka tregu që kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Çdo shpirt që del në këtë dynja ka me shiju vdekjen. Këtë kena me vdek, wallahi, pasaniku dhe fukaraja, I madhi dhe I vogli, I bardhi dhe I zeu. Çdo shpirt ka me shiju vdekjen. Po subhanallah, njerëzit harrojnë, njerëzit habiten, dynjaja I mashtron. Për ata, pejgamberit alayhi salatu wassalam I erdhi mundësia apo dhe me jetu më gjatë, sepse I dashën I Allahut. Allahu Azza wa Jall pja mundësën, ndash me jetu më gjatë, Allahu ta plotson doën se dën Zoti I Madh, dën Allahu Azza wa Jall, a dën me jetu. Jibril alayhi salam I tha Muhammedit alayhi salatu wassalam, "Aish ma shi'ta fa innaka mayyit." O Muhammed, jetë sa dush, në fund prap ki me vdek. A pet në fund ki me vdek. Nuk ka mundësi me thonë s'ka me vdek. Së është legji Zotit, Allah ka bo legj këtë dynja me vdek. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, të pregaditemi secili prej neve. Shpesh e ndëgjojna prej njerëzve, hoxhallarët veç për dekën na flasin. Veç deka. Hoxha ta dën të mirën që pregaditë, o musliman. Mos vjet deka me nxon befasishëm. E nxoni deka në punë këqija, po të nxon deka sepse ai s'e mshef. Edhe mu, edhe ty, edhe secilën na vjen vdekja nëse si na të pregaditun, befasishëm. E nëse pregaditemi kur dhe që të vjen, jem të e prit, sepse Allahu Gjellëshanu në ka të regu që kam jo ardhë. Andaj gjdo her e kujtojna atë moment, gjdo her e kujtojna atë qast kur dhe të vjen. Mirë po subhanallah, këtë insant, këtë njerëzimi, musliman dhe ju musliman, kërejt, kanë ta pëq, a ka me vdek insani, po thujnë, kërkush nuk thët që ja unë s'ka me vdek kur. Krejt e din që kanë me vdek, po pak e din se që ka mas vdekis. Për ata Allah tha në Kur'an, çdo shpirt do ta shijon vdekjen. Dhe këtu krejt e din, musliman dhe jo musliman. Po këtë pjesën e dytë thumma ilayna turja'un, tek ne keni për të kthy. Kjo më rëndësi. Pas ku me vdek. E çka?
ku shkojmë tek Allahu, me çka ku shkojmë te Zoti i Madh? A ke përgatit bagazh të veprave të mira tek Allahu xhalla shanuhu? Për ata të nderuar vëllezër dhe motra, të përgatitemi për atë moment, të përgatitemi për atë çast. Nuk ka kthim mbrapa. Andaj ka përmend Allahu xhalla shanuhu në Kur'an që disa prej njerëzve jo sinqert, jo devotshëm, jo musliman të mirë, kanë mi thonë Allahut Azza wa Jall, ja Rab, irji'uni, kthem edhe herë këtë dynja. Irji'uni, të bëj punë të mira se ku për mu, s'pas na bë punë të mira. Këtu pas ka dënim të dhëmshëm. E Allahu xhalla shanuhu, a kalla, kurse se s'ka mundësi mo. Ka përfundu ky kapitull, ta kena dhënë mundësin, të kena qu pejgamber, si ke besu, të kena qu libra të shejt, si ke lexu, të kena qu sa herë të kena pështu për rreziqeve, e sa argumente, po ti s'ke dash me besu. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, jena në muajin e shejt Ramazanit. Allahu xhalla shanuhu përmi 80 vende në Kur'an na tregon ktheni o robt e mi, kërkoni falje Allahut. Mos thoni është vonë tash, shkoj 20 ditë, 22 ditë, tash për 8 ditë, jo, për Allah nuk është vonë kur. Përderisa shpirtin e kin trup, nuk ka shpirti tek fyti, Allah ta pranon pendimin. Nëse ta mundson Allah mu pendu, vallahi Allah ta pranon pendimin. Prandaj ai moment të nderuar vëllezër dhe motra, kur të vjen me laqa, me namaz shpirti nuk është i lehtë. Wallahi nuk është i lehtë. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, në momentet e vdekjes, para si mi dal shpirti, innal mauta la sakarat, innal mauta la sakarat. Vdekja ka eran, vdekja ka eran. Kush po thot Rasulullah krijesa më e dashur e Allahit, po në ti që gjunohë kena, e që jena të ngarkun me harame, me gabime, me lëshime, si dalëm prej shtëpis, prej banesës, me njëherë jena të rrethun me gjunohë, me gabime, me lëshime. A jena të pregaditun mi dalë Zotit për parë me këto vepra që i kena? A jena të pregaditun për Allahu xhalla shanuhu me dhonë llogari, gjevab? Ja abdi, o robi jam, qyshe ki raportin me Allahin, qyshe ki raportin me Rasulullahin alayhi salatu wassalam. Andaj, inderuar vëlla dhe motra, e ki mundësin tash në Ramazan. Nëse nuk ndryshon në Ramazan, sepse, subhanallah, mrekullia e Zotit është që e ka në vdekjen të msheft. Me pas dit na se cili, kur e kem vdekjen, i shprish dënjaja, i shprish, i shkatru, pa Allah e din ma mirë, gjendjen, e din tardhmen, gjdo sen Allahu xhalla shanuhu, e din edhe qka mendojmë, edhe qka kena me mendu e din Allahu azza wa jall, dhe e ka në të msheft. E për ata për deri sa vdekja është e msheft. Plesht për para, e këshim përdur fjallën, vdekja është ma afër se jaka e qafës. Kështu e këshim përdur plesht kishë se vdekja është shumë afër. Por subhanallah, feja Allahut në thëtë që vdekja është ma afër se damari i qafës. Damari që e kinë mrena, në lëkur, vdekja është ma afër. Për derisa është e msheft, edhe ka ma afër, e qysh mos më pregadit. Ku e kem të garantun që e prejsëm bajramin, se kem të garantun kërkosh për neve. Ku e kem të garantun që e prejsëm fundin e Ramazanit, e përfundojnë e Ramazanin, kërkosh se ka për neve. Por nëse pendohëm edhe vdesim, shkojmë tek Allah inshallah të pendum. Por nëse e lojna hajt, dhe vjen me laqa ta merr shpirtin ty edhe mu. Na merr shpirtin befasishëm. Edhe syt na mesin të hapën, pse i na mashtru mas dënjas. Në veçanti në gorbet, vëllezërit edhe motrat, janë të ngarkuar me çështjen e dënjas. I këshillojmë veçanti, ju pse tash edhe vëllezërit tonë në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, nena nuk janë ngarkuar, edhe atje janë të ngarkuar. Mirë po çka, kudo që t'jenë, por ne që jemi tash në për Evropë, i thojnë vëllezërve edhe motrave, mos u mashtro mas dënjas, mos u mashtro mas dënjas. Para do dite vdiq hoxha i madh, dietar i madh, muhadithi i kohës, për ndryshe në zonë si Sheikh Albanit, Ebu Ishaq el-Huwaini. Subhanallah po tregon
kolega i ti, Sheikh Muhammad Hussein Jakub, tha, 3 ditë para se me vdek djetari i madh i hadithit, të kumë fol me ton telefon. Thot në momentin, subhanallah, dhe në momentin e fundit, e kesh dert, librin, sunetin, dinin e Allahut Azza wa Jall. Ja mundësaj Allahu Gjellëshan që këtë jetë ati me konë me ibadet. Andaj po të regojnë vëllazër gjemati, 15 orë lexojke në spital libra. 15 orë. Kjo është përfundim i mirë të nderuar vëllazër dhe motra. Kjo e ka pas dert dinin. Për ato që e ki dert, Allah e ka me ta mundësu. Nëse e ki dert dynjan, Allah e ka me ta dhot dynjan. Po nëse e ki dert ahiretin, Allah e ka me ta dhot dynjan edhe ahiretin. Dyja t'jep, se Allah i ka shumë. Nuk i paksuat Allahu Gjellëshanhu, si paksuat Zotit Madh të bareke vë ta'ala. Pra ndaj të ndëruar vëllezër dhe motra, momenti i msheft është gjithmonë i papritun, se i msheft s'dina, as nuk ka shenja që të regën. A ke pa ka njëherë disa raste thot, Allah e kam babën, ose djalin, ose nanën, ose motrën, e kam smut edhe mjekt kanë thonë, 99% s'ka kur gjëma. Ka shumë raste. Mu ka thonë Jani, patar në xhami sa hoqë, tha më kanë thonë mjekt, 3 muj ditë ki me vdek, se smujen e kam shumë traum. Po tha hoqë e kam një dert. Tha çfarë derti? Edhe s'kishan, po unë kësi raste direkt me ardhë edhe njëjtë, mi thonë mjekt që ti ki me dek, edhe tash më thonë mu hoqë, unë e kam me dek, edhe 3 muj ditë s'kam. Edhe tha çfarë derti ki, se më dhëmë, subhanallah, kënejna kanë tranu mjekt, ki me dek, kënejna është t'ju pregadit që s'ka kur gjë. Tha hoqë, tha, veç e kam një derta që nëse vdes në Gjermani, po Zotin hoqë, ta mos më varras në këtë qëmi në vendin tem, në vend lindje. Subhanallah. Tha shu që po të thënë? Thash, inshallah Allah e ty t'jep yme, e të shërën, sepse dekan se një msheft. Jo, tha hoqë, ta, këta tha dhe ma herët më kanë thonë, tha dhe nuk ja kanë qëllu. Pas edhe para 3 vjetë i vike, tha më kanë thonë, ha dhe subhanallah, tha, s'kum vdek, tha apet tha kum jetu, po tash tha po më thojnë apet, tha mirë po, unë këtë dert e kam, se nuk kam kush me më qu gjenazën në vendlindje, andaj tha kësha posja, subhanallah, sen i msheft vdekja, e kanë paralajmu po s'ka vdek, sa njerëz ka që heq su konë smut, heq be su konë smut, po a njeve ish dek filani, subhanallah, po hangrën pram iftar bashkë me të, po nejtëm dje bashkë me të, po lujtëm bashkë me të, po kështu, po ashtu, diq, shkoj, pse, para ta të ndëruar, vëllezër dhe motra, deka e msheft, deka është sen që Allahu Gjellëshanu nuk në ka të regu, as nuk në ka që alarme, as shaja, pra ta kanë përmen ulemat djetarët islam, që personi i cili është smut me nej smuj të ranë, nuk ban mu mërzit, do të me bo sabër ma shumë se sa ai tjetëri. Pse? Sepse Allahu pi lejmën shaja, o musliman, kjo smuj që për momentin nuk ka ilaç, nuk ka shërim, hales kanë mujt me gjithë ilaç shërim, andaj o musliman, pregadito, subhanallah, sepse ka mundësi me vdek, ka mundësi, amo prapë për se një msheft. Para ta të ndëruar vëllezër dhe motra, deka nuk ka shaja, e disa thënë, deka është me sebeb. Jo, kush ka thonë kështë, s'ka në Koran, as në hadithe që deka kam jarë dikuj me sebeb. Nëse i ndo që kja kam jarë vdekja, nëse mos t'i shku qanina, t'i shku kësaj rruga, ke po disa raste që thot, i thambre, i tha mos shkobre se ta është dëvor, po i shtek, veç monis, edhe kur nes boni ndeshje desh, o i ndëruar, vallahi, billahi tallahi, edhe mos mu pasnis qatë moment, edhe me pas shty afatin, vallahi me lasja kish mja ma shpirtin edhe në shpime pas kam, sepse s'ka pas afat ma shumë. Pra ndaj, mos o qodet, mos ja qel rrugën shejtanit malkum, sikur ti kisha thonë, sikur t'ja kisha, sikur, sepse kja fjala sikur, është dere shejtanit, po thuj, kader Allahu wa ma sha'a fa'al,
Çka dën Allahu, aja ka mu bon. Kun fejakun, bëhu dhe aja bëhet. Jo, hajtë edhe pak, u kry kjo mesele, u kry kjo qështje. Para ta të ndëruar, vlëzër dhe motra, se cili për neve pa përjashtim hoxh, xhamatli, haxhi, musliman, vlla, motë, krejt, që thuin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Përgatitur. Këtë dunja është shkak që na me fitu xhenetin e Zotit, me fitu rahmetin e Allahut. Këtë dunja, sot jena në këtë dunja. E sot jena në këtë dunja, mundohu mju afru Allahut ka shi ibadetit. Se ndoshta deri sot ke pas gabime, ke pas lëshime. Të mëdhaja se gabime, lëshime kemë se cilë për neve. Kullu ibn Adam khata, çdo biri Ademit është gabimtar. Çdo biri Ademit, s'ka rëb Zotit musliman që s'ka gjunohë. Mirë po, jo do gabime që shihen pe kodrës të madhe. Janë do gabime që në aeroplanat e nalt shihen poshtë. Çaq i madh që është gjunohi. Çaq i madh që është harami. Se janë do gabime që namazit dhe i namaz, prej namazit të falen, prej omrës në omrë, prej agjerimit në agjerim, të falen dhe gjunoh. A janë të gjunohat më dhaja shumë. Këtë dynjan, ju kodrë, këtë dynjan janë në anë. E dhe gjunohat që Allah në i ka ndalu dhe harame, ose dhe obligime që njerës nuk i krynë, obligimet ka shi Allah, një në anë, vëllohi një haram është ma janë se këtë dynjaja tjetë. Këtë dynjaja. Për ata të ndëruar vlezër dhe motra, mos me zotë na shumë, deshtum sot do pak të lidhemi me vllon Fatmirin, ta këshillojmë vetën mas pari, e pastaj vëllezërit edhe motrat në përgjithësi, e lutim Allahun Azza wa Jall me duan e pejgamberit alayhis salatu wassalam që është lut ai, ka thonë Allahumma ja'alni husnul khatim, o Zot, bana përfundimin me na ardh mirë, përfundimin me na ardh mirë. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatihim, veprat shpërblen sipas përfundimit. Qysh na vjen fundi, kena me marrë shpërblimin. Nëse të vjen fundi namaz, wallahi është shaj e mirë. Nëse të vjen puna me dek në haram, wallahi është punë e keqe. Wallahi është përfundim i keq. Nuk i gjykojna, ai që des në xhami është xhenetli. Jo, s'është puna jonë. Ai që des në haram është haram bash, ka me shku në xhenem. Jo, s'është puna jonë. Por shenjat janë të këqija, shenjat janë të mira. Andaj ai cili vdes me shenjat të mira, shpresojmë tek Allahu që ka me kon për të mirëve, ndërsa ai që vdes me shenja të këqija, Zoti na ruaj, nuk do ta ketë gjendjen e mirë tek Allahu në bos shenja që i ka përfundimin. Sepse nuk ka mundësi një musliman që Allah në ka pas fri, e Allah më apu përfundimin haram. Jo, se Allah e dënë robën e vet. Por një njerëz që se ka interesu kur për Allahun xhaleshanu, e mjor vdeka namaz. S'ka mundësi, ai njerëz do të mu pendu me tregu sinqeritetin, po, ka mundësi tani më. A me thonë si shkoj jeta krejt në haram, shkoj edhe tash vallahi shkoj në çave, ditë në çave. Ja kështu nuk ka mundësi, sepse mas po do të mu pendu për mi ardh përfundimi i mirë. E pa u pendu qysh. Andaj lusim Allahun xhaleshanu, Allahun me na forcu imanin ton, me na pranu ibadetet tona në këtë Ramazan, ja Rabbel Alamin, me na bën prej listeve banorëve të xhenetit, ja Rabbel Alamin, e me na mëshiru e muslimanët kudo që janë, Allahu më ndihmu. Gabimet, gjunohet, lëshimet që i kena, Allahu më na pastru, ja Rabbel Alamin. Atu ku kem gabu, është për një dhe shejtanit mallkum. Atu ku kem qellu, është për Allahu xhaleshanu. Allahu ju nderoft, Zoti ju shpërblet me të mirat dunjas e ahiretit, ja Rabbel Alamin. Na Allah Fatmir, çefi dëshira ishte me vazhdu, mirë po inshallah kena rastin edhe herave tjera ndërkohë. Inshallah. Zoti nderoft. Nëse ka në pyetje në diçka inshallah, unë më najtë pa. Allahu të shpërblet të gjah për këtë legjerat mërkullueshme.